Pra, e kanë marrë vendimin pa u futur në shqyrtim. Dhe duke parë këtë tendencë korruptive, kriminale të KLG-s, ne jemi drejtuar edhe gjykatës kushtetuese. Shpresojmë si shoqat. Pra, nuk është se s'ka nuk ka gjë personale këtu. Këtu do t'i japim Cezarit atë që i takon. Qofse nuk i takon, nuk i takon. Mbas gjykatës kushtetuese, shpresojmë që të realizojë drejtësi, sepse të paktën nëse do rrëzoj gjykata kushtetuese, le të futen edhe vetë ato pastaj, se s'kemi kundërshtim ne. Pra, mund të bëhet edhe kjo praktik. Antarët e gjykatës kushtetuese kur të mbarojnë mandati, pse nuk u futën? Pse nuk u fut, po u vendos guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zona që ishte kryetare e gjykatës kushtetuese? Pse nuk e emëruan ata? Zaçaj, ka mbështetjen Olta Zaçaj. Po, pse nuk e emëruan si gjyqtarët e apelit? Po vajti, u emëruan në një pozicion tjetër, në një post tjetër shtetëror. Kështu që vlerësoj që ne do ta fitojmë të betejë. Sa do KLG-ja me këto manovra, me njohje, me nepotizma, të mundohet të krijojë artifica dhe të gjej hapësira boshe, ne do bëjmë punën tonë. Vettingu i kryer për këta gjyqtar është i para 10 viteve dhe unë i kam dosjet gjitha, nuk është verifikuar pasuria askujt. E askujt nga antarët e vettingut. Madje ka marrë komplet dosjen pranë avokatit të popullit, ka marrë dosjen pranë Kuvendit Republikës së Shqipërisë, të gjitha dosjet e verifikimet e kryera. Asnjë pasuri askujt nuk është verifikuar aty. Por këtu po tentohet të mbyllet një proces vetëm se ju ka shërbyer këtyre personave. Kanë kaluar shok, kanë kaluar kolegë me ndikime, kanë bërë korrupsion dhe si do jash problem deri, ti vendosim gjyqtarë gjykatës apelit. Dhe të bëhen 10 vjet një vend peng se duan disa antarë të KLG-s të bëjnë qoka, ne nuk do ta lejojmë këtë gjë. Ne do të vendosim përpara përgjegjësisë, jo KLG tjetër, po nuk mundet askush me të drejtat e qytetarit të tallet, sepse po tallen haptas. Faleminderit. E bën reformën drejtësi, vodhën paratë, i bën tëra, po na paracaktojnë dhe gjyqtarë në gjykatën e apelit. Çfarë kriterësh, pak gjyqtarë të ndershëm ka gjyqtar, është Recep Bekteshi në Durrës, gjyqtar i vjetër, me integritet. Fantastike. Flet njëri në Durrës keq për atë. Pse se vendosi gjyqtarët e apelit? Po thjesht merren do vendosin disa që nuk kanë asnjë lloj lidhje me gjyqtarët. Pra kanë gjykuar gjyqtarët, po s'kan qenë asnjëherë. Edhe si do bëhet gjyqtar apeli do gjykoj hallet e publikut. Nuk e bëjnë dot kështu. Për këtë arsye vlerësoj që jemi para një rasti të rënd, para një krimi shtetëror, po cënohet dhe siguria kombëtare. Ne kemi njoftuar dhe zotin Begaj, po zoti Begaj siç dihet tashmë është në gjumë. Njëkohësisht dhe zoti Metani që duhet të fillonte këto procese sepse KLG nuk mundet të veprojë. Pra Metani ka të drejtë të hetojë edhe KLG-n, gjë që s'ka filluar asnjë lloj procesi për këtë skandal. Pra ne kemi një mënyrë funksionimi në mënyrë të gjithë institucioneve për të favorizuar disa antarë. Po kjo është krim i organizuar. Kjo është krim i organizuar. Jo ai që mbolli dy rrenja shash dhe e morën të pandeu. Janë këta që unison që firmos edhe kam parë shkresën e parë që 7 antarë të KLG-s firmosin drejtuar kuvendit. Nuk e kishin lënë vetëm kryetarin, po kishin firmosur edhe të tjerët poshtë, jemi dhe ne dakord për të emëruar këta. Pra nxorën fytyrën e vërtet të korrupsionit, për mënyrën si do t'i favorizojnë. Se kjo është sistemi i drejtësisë, kështu do funksionojmë. Kështu që unë vlerësoj së bashku me shoqatën, me gazetarët, me avokatët, ne do ta ndjekim këtë çështje. E qartë. Faleminderit Langozi. Dhe nga unë të paktën, domethënë, unë vlerësoj shumë iniciativat të kësaj natyre siç është shoqata Media dhe Drejtësi, ku të paktën le të themi po punohet për të kuptuar diçka më shumë dhe për qytetarët e thjeshtë. Karanxha, shkurt. Se kemi edhe çështjen e fundit që është shkurt e Andi. Po. Konstatohen që këta gjyqtarë mbrohen nga një klan brenda Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Janë klanet ngushta që i kanë zgjedhur. Në të dy klanet, Po janë dy klanet Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike që i mbrojnë këta. Këta mbajnë vendet bosh. Kanë mbajtë vendet e tyre është bërë qëllimisht bosh. Që të vinë këta, pra ka 5 vjet që është bërë kërkesa dhe vendet janë bosh. Duhet nisë çështje penale për ndikim të palishëm, nuk ka nisur. Si drejtohet një me numrin protokollin zyrtar të një organi shtatror, i drejtohesh një organi tjetër dhe ti tu mbaj vendet bosh. Sepse po të ishin bosh, to s'kishin ku shkojnë, po janë vendet. Pra janë mbajtur qëllimisht vendet bosh. E para janë mund të marrësh bosh kur ka dhe janë një klan pranë Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. E dyta, nuk kanë punuar i ditë gjyqtar.
Një ditë gjyqtar shkallës parë, jo në apel. Si mund t'i qosh ta ti në apel që s'kan punu i ditë? Pra, dhe që më shqetëson më shumë? Nga informacioni që disponoj, delegacioni i BE-s dhe ONM-ja kanë dërguar relacion pozitiv, që këta kanë punuar shumë mirë, thënë, kanë pasur punë të vështirë, e mbrojnë. Pra BE-s prap dalin, nuk i intereson se shkelet ligjin në Shqipëri. Ata mbrojnë vetëm interesat e veta, mbrojnë parat e veta. Pra parat sepse u vra gjyqtari Astrid Kalaj nuk pyesin fare ato, se shqiptarët nuk po sigurojnë. Por njerëzit që kanë shkatruar sistemin e drejtësisë, pra BE-ja në thelb bën një ndikim të palishëm, sepse nuk i tako me ligj. Pra atyne nuk i tako se antarë të gjykatës kushtetuese dhe duhet plotësojnë kushtet. E mrohesh po të verifikohesh i plotëson kushtet për qenë gjyqtar, asnjë nga ato nuk i plotëson kushtet. Dhe vetë BE-ja thotë shkelin i ligjin. Pra ne po ecëm me shkelje ligji, ne s'kemi gjë në Terezi. Prandaj në Shqipëri po ecim gjërat keq se vinë ca ndërkombëtar, vinë ca pleq, vinë ca të dështuar, të cilët ne na thojnë ligjin ndërkohë e shkelin vet. A është ky ligj? Kush ligj? A kanë statusin e antarit gjykatës kushtetuese? E kanë pas vulën me antarit gjykatës kushtetuese? Si do e mbrojtën? Si mund t'i fusim gjyqtar apeli ku s'kan punu i ditë? Si do i zgjidhin çështjet e qytetarëve? Çfarë cilësie do kenë ndosjet e atyre? Një pjesë ka vjetërsin punë. Kush ja kërkoi atë mendimin? Mendimi është kanë dërguar delegacioni BE-s dhe ONM-ja. Kush ja kërkoi? Janë kërkuar antarët e KPA-s, pra ata e kanë kaluar personale marrëdhënien, jo institucionale më. Pra kjo është ajo aprimiteti që kanë 10 vjet bashkë, kanë bërë korrupsion bashkë, kanë vjedhur bashkë, kanë marrë paratë e shqiptarëve dhe jemi këtu. Që ndikojnë, ta do ndikojnë lart e poshtë, mbrojnë dhe njëri tjetrin tani, se janë bërë miq, kanë zënë dashnore nëpër institucione edhe janë real. Dhe do vendosin po prapë të vetët, madje kishin thënë në KLG duhet të çojmë vëzhgues ndërkombëtar, është propozuar dhe kjo. Se që duam ato atjene, që na duan ndërkombëtarët ne në KLG apo në ILD. O mirë, kur ka hapësira punësimi, pse jo Langozi? Të kalojmë tek 6.000 euro pagë mujore, mos harrojmë, 36.000 euro. E qartë. Ndërkohë që kanë shkarkuar një person për 6.000 euro që nuk i justifikote. Pra 1/6 e pagës mujore. Ndërkohë tash kjo është shumë e rëndë, pra të futesh një person jo kompetent, se çfarë ndodh? Ky tjetri Olz Dados me probleme ka kalu vettingun e ndërkombëtarëve. Kjo tjetra e dënuar atje s'disha. Ky tjetri kështu, tjetri ka vjetërsi në punë se ka luajt basketboll. Po pse më vjetërsia në punë ke luajt basketboll, kështu është një nga antarët ata. Ka vjetërsi në punë, ka bë basketboll. Madje ka bë kosha 2 pikësh nga afër dhe kur kishte raste në mënyrë të befasishme me 3 hapsha, bote kosh, domethënë. Pse kjo është drejtësia. Dhe ndërkombëtarët nuk i intereson fare Shqipëria. Fare. Nuk i intereson, ato do merren me spakun, ky është problemi, është arritur, por Andi dhe ju si gazetar, dhe nëse ne pak a shumë të njëjtën, qasje mediatike, kemi qasje mediatike dhe është përnder ta kemi, të jemi gazetar dhe jemi gazetar, pavarësisht ashtu, duhet të shikohet. Kush person është futur, do të bëhet dosja personale. Shoqata, drejtësi dhe media, që e bashkë, do t'i bëj publikut, do i vënë në dispozicion çfarë si vije kanë këta, çfarë kanë bërë këta. Dhe këto që për kosha 3 pikësh do t'i shohësh vetë. Do të shohësh çudira, mësuese kopshi. I keni këto? Po i kemi zbot fjalë, mësuese kopshi është njëra nga ato. I kam shërby kalamojve, po shkon pra te kalamojt. Marrove. Madje zoti Karanja tregoi dhe atë që një ndër subjektet e rivlerësimit i ka kërkuar një antares të KPA-s përjashtim sepse i kishte marrë të dashurin, edhe nuk e pranoj sepse nuk se prova, pra edhe ndërkombëtarët eshtën. Kjo është e rëndë. Të ngrihet ky pretendime të eshtin ndërkombëtarët. Bëni gati. Langozi, bëni gati se në rast se historit janë mësuese kopshti, guzhiniere, babysitter, part-time, basketbolist, i mirë në 3 pikësha si thot Karanja. Hajde burë mi diskutojmë se nuk kam asgjë kundër në rast se ka të tilla raste që i kanë shërbyer Shqipërisë kaq mbrapsht. Të lutem regjia më kalo me signë dhe kemi çështjen e fundit për diskutuar, goditjen që bëri SPAK ndaj grupit kriminal të Jetmir Pepës. Karanja,
çfarë ishte kjo goditje, ç'është ky grup kriminal? Të paktën të dhënat flasim për Pepa, domethënë një kompani këtu në Shqipëri që ka marrë dhe tendera, të paktën publik. Ky është një grup i cili çonte drogë nga Ekuadori në Hollandë. Çonte drogë nga Ekuadori në Hollandë, dhe grup i trafikut ndërkombëtar drogë ka bërë dhe investime në Shqipëri. Ka rrezikshmëri shoqërore, pavarësisht se nuk është konsumatorët e lëndës narkotike nuk janë Shqipëri, po janë shtetas evropian, por kjo është një veprimtari e paligjshme që dënohet. Po janë 232 pasurit të luajshme dhe të palëshme që u sekuestruan këtu, ë? Po pra. Ja shumë. Do të shikohet nëse çdo gjë lidhet me trafikun apo çfarë është e pisët dhe çfarë është e pastër. Pra duhet të shikohet kush ka lidhje në mënyrë të drejtë për drejtë. Kjo unë e shoh, andi më vjen keq, por kjo është e dorës dytë. Personalisht. Pse? E dorës dytë? Është e dorës dytë. Çështja është do goditen, grupet e drogës janë goditur. Spago duhet i kërshtojë rëndësi kryesore zbardhjes ngjarjeve të brendshme të Shqipërisë. Dje e pat Mark Nikën që shkoi në parlament. Dje. Po. Mark Nika nuk po gjen drejtësi. Pra, Spaku ka kohë të merret me shkoj droga nga Ekuadori në Hollandë, shumë bukur u godit. Po këtu që ka vdek robi, që ka vdek shqiptarit, a duan drejtësi shqiptarët? Pra duhet zgjidhë kjo, sepse reforma u bë për 21 janarin, edhe për çështjet e korrupsionit më shumë. Edhe droga, thash, është veprimtari e paligjshme, nuk e justifikoj. Po të rëndësia ne kemi këtë që ka ikë robi. Si po 15 vjet çështja. Drejtësia e re ku është? Pse s'po zbardhet? Pse nuk pyeten protagonistët e ngjarjes? Çfarë ka ndodhur, çfarë s'ka ndodhur? Është më burrnore të dilet me një vendim përfundimtar se sa të zgjatet çështja. Pra ne po merremi me punët e tjerëve, s'merremi me detyrat e shtëpisë tona. Po mirë, shiko, Karanxha, unë dakord jam që dhe 21 janari do duhet zbardhur se Spaku pretendimi i Spakut për hetimin e çështjeve komplekse thotë 6 muaj deri në 2 vite. Një prokuror me 2 oficerë të BK-s. Sigurisht kjo është e kaluar. Është publike që është e kaluar për shumë dosje, arsye të nuk di t'i them ç'është ngarkese, por edhe raste të tilla si ky grup të cilët ushtrojnë aktivitet, le të themi, si biznes këtu që dyshimet janë për të burim të ardhura nga trafiku i drogës t'i vjen merr dhe tendra në Shqipëri, je shndruar në biznesmen, ndërkohë që i ke hequr të drejtën dikujt tjetër që ka punuar me ndershmëri ta marrë. Konkurrencë dershme është bërë. Kjo është e lidhura. E lidha, pra, Andi e theksoi dhe ashtu. Rrezikshmëria shoqërore, sepse ne kemi rrezikshmërinë shoqërore sipas të drejtës penale, rrezikshmëria shoqërore e veprave është ajo e para ndaj jetës dhe shëndetit. Pra kemi jetën dhe shëndetin. Alex Nika është në botën tjetër. Nuk është tu që të ketë kohë që të rikuperoj. Ku do rikuperoj? Ka vdekur. Pra, kjo çështje është prioritare. Edhe kjo e drogës. Trafiku drogës është ndjekur dhe do ndiqet. Personat është veprimtari e paligjshme, pavarësisht se konsumatorë janë perëndimorët. Ai që merr me një veprimë, tu cënohet konkurrenca. Pra s'ka konkurrencë. Ai që i ka lekët gati e ka të marrun pallatit. Kurse ai që është drejt hap gropën pret blerësit, blerës s'ka se e ka marrë tjetër dhe ky tash është dhe më lirë. Mund t'i bëj letra dyshe jo dhe më shumë dhe më pak gjatë saj natyre. Njerëz si këta, grupe si këta mua më kanë vrarë xhepin. Ta them unë kam vrarë xhepin. Po pra ka vrarë xhepin. Po më kanë vrarë rëndësishëm xhepin. Se nëse dikur po s'është vrarë robi. Do të thonë të ardhur që mund të kem unë euro, të ardhur që mund të kem unë euro. Nëse dikur 1000 euro do i thyja për 1.200.000 lek apo për 1.300.000 lek, unë sot shkoj me 1.000 euro dhe marr 905.000 lek, 906.000 lek. Pra, po këta më ka llatarisur mua. Shoqërore këtyre kjo është. Pra, cënimi i konkurrencës lirë. Se çdo gjë neve na ka dëmtuar më shumë korrupsioni andi. Pra, merren parat për një shkollë dhe vidhen, ose shkolla s'është fare, rrugët jashtë standardi. Projektet e gabura, shemja e rrugës, pra futja e njerëzve jo kompetent në vendet, sepse kshu nis kjo punë. Që nga njerëzit jo kompetent, heqje profesioniste, marrim rastin e Durrësit. A u përmbyt Durrësi? Po. Hidrovori është bërë 2 metra më lart. Ku është inxhinieri? 2 metra hidrovori i ri, jam dakord bëhet i ri, nuk ka asnjë problemi. Po do bëhet me parametra teknik. Shife futun te -4 që të vije ujë. Këto korrupsioni në Shqipëri ka dalë kundra rregullave të fizikës. Uji shkon nga lart poshtë ato, e bëjmë lart që të vijë nga poshtë lart. Kuptoj që këtu del ose është qartë, pra ai që janë errur syt. Pra korrupsioni në Shqipëri ka dalë kundër ligjeve të fizikës, i cili duhet të luftohet. Pra prioriteti ne si shqiptarë dhe nga pikpamja nacionale do luftohen me prioritet
krimet e korrupsionit, krimet e vjetra ndaj jetës dhe shtetit. Dhe kjo do luftohet. Nuk jam unë për lejitimim, absolutisht jo. Këto të goditën, paratë e ardhur nga drogat konfiskohen dhe t'i kaloj shtetit. Ajo që është nga droga, se mund të kemi dhe veprimtari të lishme, se s'mund t'i marrim. Ajo që është e palishme, t'i kaloj. Por përqendrimi i tytave të zjarrit, të qendrës zjarrit duhet të jetë paratë e korrupsionit dhe dosjet vjetra. 21 janari del nesër me parlamentin nuk është zbardh, pse dalit me një vendim, përse kështu do ecët, të marrin dosjet me vite në dorë. Nuk pyetet një person, po pyetet për çka ka zbardhë ngjarje, s'ka prova të pushohet, se kjo është thjesht. Neve rrime zvarrisim dhe hedhim një u kap droga, do kapet grupe tjera. Dihet edhe kullat janë mes Tiranës, dihet njëri do kapet. Por ne duhet kemi prioritetet. Pra s'duhet shmangemi nga çështjet kryesore. Kjo droga e theksoi Andi dhe me krimet të rënda kur ka qenë është luftuar dhe do luftohet, por dosjet kryesore ku duhet përqendrohet është korrupsioni dhe dosjet e vjetra, të cilët i kanë sjell pasoja të rënda popullit shqiptar. Krimet ndaj jetës janë kryesore. Faleminderit Karandxa. Langozi, si e shikoni goditjen e grupit tillë 7.5 ton të trafikuar nga Amerika Latine drejt Evropës, 232 pasuri të luajshme dhe të paluajshme të sekuestruara këtij grupi në vendin tonë, edhe që rezulton që ka marrë dhe tendera në Shqipëri. Po patjetër që është një goditje, por nuk është se mund t'i japim një medalje ari prokurisë posaçme. Është e vonuar edhe në këtë rast sepse aktiviteti nuk është se ka qenë një periudhë kohë të shkurtër, ka qenë një periudhë kohë të gjatë, gjë që nuk është se kanë funksionuar dhe institucionet shtetërore. Kemi, siç dhe ju e theksuat, kemi mbi 200 pasuri ku janë institucionet shtetërore që të kenë informuar organet ligjzbatuese për të gjitha këto të ardhura. Pra këtu nuk është ajo që zoti Karandxa e theksoi. Ku duhet goditur korrupsioni. Se institucionet ligjzbatuese, drejtoria e pastrimit parave dhe institucionet e tjera, pse nuk kanë raportuar transferta të tilla? Pra do të thotë që këtu kemi të bëjmë me veprime korruptive. Dhe kjo është ajo që dëmton më shumë Shqipërinë, sepse me të vërtetë ju e ngrini si problem që mua më është dëmtuar realisht xhepi. Edhe është e vërtetë dhe ne të tjerëve. Gjithë, unë morë rast kështu e thash. Ka dëmtuar korrupsioni, nuk e ka dëmtuar krimi, sepse nëse do kishte me të vërtetë shtet, atëherë shteti do i kishte kontrolluar këto fonde dhe do i kishte sekuestruar shumë kohë më përpara, nuk do t'i kishte lënë të ishte bërë produkt i veprës penale, po do ishte parandaluar. Pra ne këtu s'kemi parandalim. Këtu do kemi një hetim tani. Është i ligjshëm, s'është i ligjshëm. Nëse do ishin bllokuar që momentet e para, do ishin kontrolluar e gjithë situata se nga është burimi këtyre të ardhurave, se nuk kemi të bëjmë ne. Madje me 5 milionë, 10 milionë po ngrihen akuza nga prokurorë të prokurive të ndryshme. Ne këtu miliarda, edhe pse këtu nuk kanë funksionuar institucionet shtetërore, dhe është ajo që ne kemi ngritur me të madhe që korrupsioni është plaga më e madhe shqiptare. Sepse kriminalitet ka në çdo vend. Të mos harrojmë, Italia ka pas edhe ka mafje shumë herë më strukturuar se jona. Kendra Getën, luftohet, ka dhe atje goditje, krim, por ama nuk ka negociata. Nuk mund të lejohet edhe një person që për shembull po marrim rastin Eko Tirana. Janë antar të Ndragetës që janë te Eko Tirana. I ke, nëse do futesh ortakët, do të dalin në mënyrë të qartë se kush janë. Janë antar të Ndragetës. Është në prokurit posaçme ka bëu kallëzimin, se kanë hetuar. Pra këtu kemi të bëjmë me veprime korruptive, se nuk mund dalin kryetar bashkie dhe të fusin antar të një organizate kriminale në kompani. Edhe po bëj 4 vite unë që kam bërë kallëzim, asnjë informacion, heshtje totale. E qartë. Do shta sa të marrin urdhër nga Rama, do të dalin dhe kjo zbardhje e kësaj ngjarje. Nuk e di se si do funksionojë. Presim Langozi sepse shumë çështje ka. Unë të falenderoj shumë që ishe sot e pjesë e Sken Krimi. Shpresoj që të keni pasur mundësi që le të themi të ezauroni ato çfarë ju kishit për të ezauruar. E vlerësoj shumë kohën tuaj. Dhe njëherë falenderit. Karandxa, shumë falenderit për prezencën tuaj këtu në studio. E vlerësoj shumë gjithçka që ndatë sonte në Sken Krimi. Të dashur shikues, falenderit edhe ju për vëmendjen që të treguat ndaj këtij episodi të kësaj mbrëmje. Ne bashkë do të shihemi sërish të mërkurën në orën 20. Natën e mirë.